mjafton të agjerohet vetëm nata e Kadrit. Ramazani është një muaj i mbushur me mëshirë, falje dhe shpërblime të mëdha për besimtarët. Gjatë këtij muaji, muslimanët në mbar botën agjerojnë nga agimi deri në perëndimin e diellit, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe duke shpresuar në faljen e mëkateve. Por ndër të gjitha ditët dhe netët e Ramazanit, ekziston një natë shumë e veçantë që ka një vlerë të jashtëzakonshme, nata e Kadrit. Kjo natë përmendet në Kur'an si një natë që është më e mirë se 1000 muaj. Kjo do të thotë se adhurimi i bërë në këtë natë ka një vlerë të madhe, sikur njeriu të kishte adhuruar për më shumë se 80 vite. Për këtë arsye, shumë njerëz përpiqen ta kërkojnë këtë natë dhe të kalojnë kohën në lutje, namaz dhe përkujtim të Allahut. Por ndonjëherë lind një pyetje: çfarë ndodh me ata që duan ta agjerojnë vetëm ditën e natës së Kadrit, por nuk agjerojnë pjesën tjetër të Ramazanit? A marrin shpërblim për këtë? Për ta kuptuar këtë çështje, duhet kuptojmë një parim shumë të rëndësishëm në Islam. Agjerimi i muajit të Ramazanit është një obligim për çdo musliman të rritur dhe të aftë fizikisht. Ky obligim është bërë i qartë në Kur'an dhe në traditën e profetit Muhammed alayhis salam. Kjo do të thotë se agjerimi i gjithë muajit të Ramazanit është një detyrim për besimtarin që ka mundësi ta përmbushë atë. Pastaj, nëse një person mund të agjerojë, por zgjedh të agjerojë vetëm një ditë, vetëm për natën e Kadrit dhe lë pjesën tjetër të muajit për arsye të vlefshme, ai nuk e ka përmbushur obligimin e Ramazanit. Megjithatë, Islami gjithashtu na mëson se çdo vepër e mirë ka shpërblim. Nëse një person agjeron një ditë për hir të Allahut, kjo është një vepër e mirë dhe Allahu mund ta shpërblejë atë për këtë agjerim. Por është shumë e rëndësishme të kuptohet se kjo nuk e zvendçon agjerimin e gjithë Ramazanit. Agjerimi vetëm një dite nuk mund të zvendçojë një obligim të plotë që zgjat një muaj. Nata e Kadrit ka një vlerë të madhe, por ajo është pjesë e Ramazanit dhe nuk mund të shkëputet nga ai. Për këtë arsye, dietarët e Islamit kanë teksuar se besimtari duhet të përpiqet të agjerojë gjithë muajin dhe të kërkojë natën e Kadrit brenda këtij muaji, sepse shpërblimi i vërtetë i kësaj nate lidhet me ata që kalojnë netët e Ramazanit në adhurim dhe përkushtim. Megjithatë, për ata që kanë humbur disa ditë të Ramazanit për arsye të vlefshme, si sëmundja apo udhëtimi, agjerimi një dite, përfshirë ditën që mund të jetë nata e Kadrit, është një mundësi për të fituar shpërblime të mëdha. Por edhe në këtë rast, ata duhet i kompensojnë ditët e humbura pas Ramazanit. Mesazhi i vërtetë i natës së Kadrit nuk është vetëm një ditë agjerimi. Mesazhi i saj është përkushtimi, lutja dhe kërkimi i faljes nga Allahu. Profeti Muhammed alayhis salam i këshilloi besimtarët që ta kërkojnë këtë natë në netët teke të 10 ditësit të fundit të Ramazanit. Kjo do të thotë se besimtari duhet të përpiqet në disa net, jo vetëm në një, sepse askush nuk e di saktësisht se cila natë është nata e Kadrit. Në fund, mesazhi është i qartë: mos e kufizo adhurimin vetëm në një ditë apo një natë. Ramazani është një muaj tërë mëshire dhe faljeje. Çdo ditë e tij është një mundësi për të fituar shpërblim dhe për t'u afruar më shumë me Allahun.